Çfarë është konkretisht? Dikush ka frikë se më lirohet nga burgu ky zyrtar i lartë apo i zyrtar i lartë. Kjo përfshin, kjo nismë nëse do të ndryshohet praktika e masë me burg përfshin gjithë qytetarët apo vetëm zyrtari i zyrtar? Janë disa pyetje, kështu që patjetër nevojë për disa përgjigje. Së pari është një fakt që në Shqipëri numri i paraburgosurve është më i lartë se sa numri i të dënuarve. Bëhet fjalë për rreth 2900 të paraburgosur dhe rreth 2400 të dënuar. Një shifër kjo e cila është alarmante, jo vetëm sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Amnesty International, por edhe vetë institucioneve ligjvatuese shqiptare. Nëse do t'i krahasojmë këto të dhëna me të dhënat e Bashkimit Evropian, as bëhet fjalë se jemi shumë larg, por edhe me vendet e rajonit siç është Malizi, Maqedonia apo edhe Serbia, sepse Kosova është shumë herë më lart në raport me caktimin e masave dhe të llojit të masave të sigurimit, patjetër që është shumë herë më i lartë. Duke filluar që nga po pse kemi mbërritur këtu për shembull Arber? Ndjes pa dashur ndërpres, po pse kemi mbërritur këtu? Sapo e nisa. Duke filluar që nga viti 2013, problemi është bërë më i mbretë. Ka pasur një praktike të qeverisë shqiptare të kohës, e cila është edhe e njëjta pothuajse e qeveri, për të luftuar disa fenomene negative, siç ka qenë vjedhja e energjisë elektrike, vjedhja e ujit, vjedhja e impulseve telefonike, kontrolli mbi territorin, pra që përfshinte ndërtimet pa leje dhe gjithë të tjera. Sigurisht që këto vepra penale kishin rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe patjetër që si prokuroria ashtu dhe gjykata pas arrestin në flagrancë ishte detyruar që për shkak të rrezikshmërisë së pakët të veprës penale, e cila dënohej në atë kohë dhe në këtë kohë me burg deri në 3 vjet, por edhe rrezikshmërisë së pakët të autorit, të caktonin masa detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Dhe ka pasur një lloj, le ta themi, ndikimi, ndonjëherë edhe të padijshëm, të Këshillit të Ministrave nëpërmjet instrumentave ligjore dhe ekstraligjore ndaj gjykatave për të dhënë masa sigurimi arrest në burg. Dhe në këtë mënyrë, masa e sigurimit arrest në burg nuk ishte një masë shtrënguese e cila jepi për llogaritë të kodit procedurës penale, pra për të siguruar provat, mos largimin e autorit ose mos kryente një vepër tjetër penale, po aq të rëndë sa më të rëndë, po shërbeu si instrument represiv për të luftuar këto fenomene të cilat realisht ishin shqetësuese për kohën. Dhe që nga viti 2013 pati një, le të themi, represion nga ana e Këshillit të Ministrave dhe ish ministri i brendshëm i kohës, zoti Tahiri, u pati edhe një nisëm për të ndryshuar kodin penal dhe armbajtja pa leje në mjetet motorizuara dhe ambiente publike dënoi një soi sa trafikimi i armëve, pra nga 7 deri në 15 vjet, madje nëse do t'i kthemi në kohë, pati edhe një listë nga ana e ministrit të brendshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve që kishin dhënë masa të ndryshme nga ato të arrestit në burg për persona të arrestuar për mbajtje pa leje. Pra, Këshilli i Ministrave bëri një, le të themi, një lloj represioni ndaj gjykatave për të caktuar masa sigurimi arrest në burg si një mjet ekstraligjor për të shërbyer për të ndëshkuar këta persona.